Ish presidenti i Kroacisë, Stipe Mesić, ka bërë një deklaratë të fortë lidhur me mundësinë e krijimit të një aleance ushtarake mes Kosovës, Kroacisë dhe Shqipërisë. Në një intervistë të dhënë së fundmi për Klan Kosova, Mesić ka theksuar se nëse njëra nga këto 3 shtete do të preket nga një akt agresioni, atëherë do të ishte normale dhe e pritshme që 2 të tjerat të reagonin në mbrojtje të saj. Duke bërë një krahasim historik me zhvillimet gjeopolitike të shekullit kaluar, Mesić solli në vëmendje mënyrën se si Jugosllavia arriti të shmangte një konflikt të drejtpërdrejtë me Bashkimin Sovjetik, fal një aleance të zgjuar me Greqinë dhe Turqinë në vitin e largët 1950. Kur rusët okupuan Çekoslovakinë për arsye politike, bota nuk reagoi. Pastaj kur ushtria sovjetike okupoi Hungarinë, bota po ashtu nuk reagoi. Por kur politika jugoslave u konfliktua me atë sovjetike, ata nuk guxuan ta okupojnë Jugosllavinë, sepse Tito kishte bërë një lëvizje largpamëse duke krijuar një aleancë me Turqinë dhe Greqinë. Ky ishte pakti i Ballkanit, tha Mesić. Ai shtoi se Turqia dhe Greqia në atë kohë ishin antarë të NATO-s dhe nëse njëra nga shtetet e përfshira në atë aleancë prekej, atëherë edhe 2 të tjerat duhet të reagonin. Nëse prekej një nga këto 3 shtete, atëherë do të ishte një konflikt i madh për Europën. Askush nuk dëshiron ta rrezikojë një përplasje të tillë. Prandaj, Jugoslavia shmangu pushtimin sovjetik dhe Tito e bëri këtë me vizion të qartë strategjik, theksoi Mesić. Duke lidhur këtë me situatën aktuale, ai tha se një aleancë ushtarake mes Kosovës, Kroacisë dhe Shqipërisë do të kishte sens strategjik nëse ndonjë nga këto vende përballet me rrezik. Do të ishte normale që të reagonin, por askush nuk do të lëshonte në një rrezik të tillë, sepse problemi nuk është në Kosovë. Kosova herët avon do të kap hapin me Europën. Kjo shkon udhës së saj, u shpreh ai. Megjithatë, Mesić theksoi se rreziku kryesor për stabilitetin rajonal vjen nga Serbia, e cila, sipas tij, ende nuk është e dominuar nga element politik që ndjekin filozofinë e Miloševićit. Në Serbi ka ende njerëz që nuk kanë hequr dorë nga politika e Slobodan Miloševićit. Kjo është e rrezikshme për të gjithë rajonin, deklaroi ai. Deklarata e Mesić vjen në një kohë tensionesh të vazhdueshme në rajon dhe në një kohë ku perspektivat e integrimit të Ballkanit Perëndimor në strukturat euroatlantike po përballet me sfida të reja. Ai shprehu besimin se Kosova do të ecë përpara prej integrimit evropian, ndërsa i bëri thirrje rajonit që të ruajë aleancat strategjike dhe të jetë i bashkuar përballë çdo rreziku të jashtëm. Me këtë qëndrim të tij, Mesić u kujtoi udhëheqësve të sotëm të rajonit rëndësinë e aleancave, vizionit strategjik dhe mësimeve nga historia, duke vënë në dukje se paqja dhe stabiliteti kërkojnë parashikim, bashkëpunim dhe vendosshmëri.